Deputetët e Partisë Demokratike zhvilluan një inspektim në zonën e përmbytur të njësisë administrative të anës së Malit gjatë pasdrekës së të dielës. I deleguari politik Luciano Boçi shënjestroi kryebashkiakun Beci, për të cilin tha se pas akuzave të SPAK ai tashmë do duhet të kishte dhënë ndërheqjen. Këto raportime duan shmangin përgjegjësitë në fakt të bashkisë, e cila nuk ka qenë prezent për gjatë një jave tërë. Ka ardhur, ka bërë atë paradën e zakonshme, dje ka shpërndarë ca pako ushqimore në oblik dhe këtu e ka përfunduar atë shërbimin që duhet japim. Ndërkohë që njoftohemi që dhe ujësjellsi nuk funksionon i obligës dhe nuk ka asnjë ndërhyrje nga ana e bashkisë. Qytetarët janë braktisur, në fatin e tyre nuk shpallet gjendja e emergjencës. Ky Beneti, në fakt, ato parat që ka vjedhur, për cilat është gjykati ka marrë nga kesh. Edhe duke qenë dhe kryetar bashkie, duke qenë se ka dorë edhe ke keshi, po t'i sillte ca para këtyre njerëzve nga ato të Oxfordit që ka rrëmbyer, por edhe nëse ato i dhimbsen të paktën nga fondet e bashkisë të vi dhe të jap atë përgjegjësi ose të investoj atë gjë që duhet, qoftë financiarisht, qoftë në forma dhe mënyra tjera me cilat bashkia duhet tregoj prezencën e saj dhe gatishmërinë për t'i ardhur në ndihmë njerëzve. Dorëheqja do ishte akti më i dur i bërë nga Beneti. Politika është besim. Beneti ka ardhur këtu dhe i ka dhënë besim njerëzve, ndërkohë që del që i ka gënjur, i ka mashtruar njerëzit e oblikës edhe të Muriqanit, anës Malit dhe njerëzit e gjithë Shkodrës. E si mund të vazhdoj të jetë një kryetar bashkie i cili ka rrëmbyer besimin e qytetarëve duke i mashtruar dhe tani më i dal hapur çillak para shqiptarëve, para shkodrantëve, që ai ka vjedhur fondet e qytetarëve nëpërmjet një aktiviteti korrupsioni, është kapur në korrupsion. E lem akuzën pabarazi në tendera, është korrupsion i pastër. Janë vjedhur miliona dhe miliona lekë, dhe nuk është vetëm kjo akuzë, ka dhe akuza tjera. Të zgjedhurit e opozitës akuzuan se mungon vëmendja institucioneve ndaj banorëve. Për gjitha këto arsye, do duhet të ishin në këmbë institucionet vendore dhe qendrore për t'ia ndihmë qytetarëve dhe pastaj për të kaluar këtë emergjencë dhe pastaj patjetër edhe për të identifikuar dëmet dhe pasojat dhe për të siguruar kompensimin e tyre. Por këto mund bëhen vetëm nëpërmjet shpalljes së gjendjes së fatkeqësisë natyrore, e cila është një detyrim që shteti ka ndaj këtyre banorëve. Partia Demokratike vazhdimisht ka prezantuar amendamente për dyfishimin e dëmshpërblimeve, gjë që i kujtoi Benet Becit asnjëherë nuk e ka votuar në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe sot ai mosvotim reflekton me mosveprimin e tij në terren. Duhet që bashkia me ardh për me bë evidentimin e gjitha fakteve edhe me bë dëshpërblimin sepse kjo është domosdoshmëri. Është detyrim ligjor, nuk është favor që bëhet banorëve të zonës. Rruga vazhdon të jetë nën ujë akoma në momentin që ne flasim. Kërkojnë nga institucionet përkatëse që të vinë terren të shohin gjendjen dhe të dëmshpërblejnë banorët të jenë minimalisht sa më afër tyre. Gjatë këtyre inspektimeve ata takuan banorë të zonës dhe pa nga afër realitetin, ndërsa u njohën me ankesat për mungesë të mbështetjes prej pushtetit vendor. Këtë është ujë hidroqendrorit. Shkarkimesh. Nuk është që ujë pronit që vjen prej Jugosllavisë, vjen i turbu. Ana e Malit është nga zonat më të goditura nga përmbytjet me mbi 600 hektarë në ujë dhe një fshat të izoluar siç është rasti i Obotit, ku rruga për në drejtim të këtij fshati është e pakalueshme.